Nëse 3 vjet më parë shkolla e Boboshticës hapi dyert duke pritur në klasat e saj dhjetra fëmijë, të etur për të mësuar gjuhën shqipe, të ndaluar për shekuj me radhë, nga pushtues që vinin e iknin. Ka kaluar shumë kohë që nga viti i largët 1916 dhe rrota e historisë ka ndëruar drejtim për këtë shkollë. Tashmë këtu ndjekin mësimet vetëm 5 nxënës. Pjesa tjetër ka zgjedhur shkollën greke Omiros. Shkolla e Boboshticës u harrua diku larg në valët e historisë, në ato vite kur Korça ishte pushtuar nga ushtria greke dhe kur pas një mundi të jashtëzakonshëm të paguar edhe me gjak rilindasish, hapi për herë të parë dyert. 93 vjet më pas, kjo shkollë është thuajse në prag të mbylljes. Ballë saj janë sërish grekët, por këtë herë faj nuk e mbartin ata, por shteti shqiptar, që me apo pa dashje e ka kthyer në këtë gërmadh, që është sot një nga shkollat më të vjetra shqiptare. Ky është realiteti që ofron kjo zonë e Korçës, 2 imazhe, njëri i rënuar e i harruar nga shteti am dhe tjetri modern dhurat nga vendi fqinj. Në njërin krah 5 nxënës, në shkollën greke më shumë se 350 të tillë. 2 fate krejtësisht të kundërt që i kanë bërë fëmijët të mos këndojnë të njëjtin him. Se γνωρίζω από την όψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διαμετράει. Në flamurit të përbashkuar me një qëllim, me një dëshirë, të gjithat i duke u bejtuar, të lizim besën për shpëtim, prej lufteve qa i largohej, që është lindur tradhëtohej, kush është burën nuk friksojt, kur po vdesi një dëshmor. Në Boboshticë të 5 nxënësit nuk janë një moshë, por janë mbledhur në një klasë për të garantuar mbijetesën e kësaj shkolle, nëse mund të quhet ende e tillë. Mendoj që të ktheshin të gjitha shkolla këtu. Ishte shkolla më e bukur, edhe të ktheshin nxënësit këtu. Besoj se do të vazhdojmë të zgjerojmë numrin. Vitin tjetër do hapet edhe klasa e 7. Plus janë shtuar edhe regjistrimet në Kopësht, që në Kopësht fillon gjuha greke. Në Omiros rreth 40% e orëve mësimore bëhen në gjuhën greke. Ajo është një shkollë private ku janë të punësuar mësues grek dhe shqiptar, dhe nxënësve nuk u kërkohet pagesë. Kemi në plan të ndërtojmë edhe një ndërtesë tjetër që nxënësit të vijojnë edhe shkollën e mesme. Εμείς είμαστε το σχολείο Όμηρος. Είμαστε η 5η τάξη. Δεν είμαι shkolla greke, Όμηρος, dhe jemi klasa e 5A. Se nuk e ikur te shkolla greke ti, po shkollë këtu. Nuk kam dëshirë të bëj këtuja, se kam dëshirë të mësoj gjuhën shqipe. Nuk mbahet mend kur shtetarët kanë investuar për herë të fundit në shkollën e Boboshticës. Ky është realiteti paralel mes shkollës greke Omiros dhe shkollës 93 vjeçare të Boboshticës. Një realitet i lidhur pashmangshmërisht, krijuar nga askush tjetër veç shtetit shqiptar, i cili është përgjegjës për atë që po ndodh në këtë zonë. Unë kam qejf gjuhën shqipe. Po pse ke qejf gjuhën shqipe? Shqiptar, por që për faj të pushtetarëve detyrohen që shqipen ta mësojnë në shkollat greke.